përplasje e ashpër mes Hygertës dhe Labinotit, fjalë të rënda dhe tension maksimal në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet arritën një tjetër kulm gjatë një përplasjeje të fortë mes Hygertës dhe Labinotit. Një debat që nisi me ironi dhe nerva të përmbajtura, shumë shpejt u kthye në një shkëmbim fjalësh të rënda, ku emocionet dolën jashtë kontrollit. Hygerta, e acaruar dhe e prekur nga komentet dhe qëndrimi i Labinotit, shpërtheu pa hezitim. Ajo ju drejtua atij me tone të ashpra, duke e bërë të qartë se nuk toleron asnjë lloj provokimi, sidomos kur preket jeta e saj personale dhe familja. O budalla, i tha ajo me zë të lartë. Unë e kam gocën të shtëpia, mua s'më bën gjë me një kukull fjolla. Fjalët e saj u shoqëruan me një qëndrim të fortë dhe të prerë, duke treguar se për Hygertën ka kufi që nuk duhen kaluar. Ajo vazhdoi edhe më ashpër, duke ju drejtuar Labinotit: o njeri i trash, s'ke byth me e përmend Hygertën. Mos guxo. Atmosfera në shtëpi u rëndua menjëherë. Banorët e tjerë u ngritën nga vendet e tyre, disa duke u përpjekur të qetësojnë situatën, të tjerë duke ndjekur debatin me habi dhe tension. Ishte e qartë se kjo nuk ishte thjesht një grindje e zakonshme, por një shpërthim emocionesh të mbledhura prej ditësh. Labinoti, i vendosur përballë një reagimi kaq të fortë, mbeti i befasuar nga ashpërsia e fjalëve, ndërsa Hygerta tregoi një anë shumë mbrojtëse dhe dominante të karakterit të saj. Për të, familja dhe dinjiteti personal janë vija të kuqe dhe çdo përmendje apo provokim në atë drejtim shihet si sulmi drejt për drejt. Ky debat nxori edhe një herë në pa se Big Brother Kosova është një lojë presioni të madh psikologjik, ku nervat, fjalët dhe reagimet shpesh dalin jashtë kontrollit. Publiku u nda në mendime, disa e pan Hygertën si të fortë dhe të vendosur për të mbrojtur veten dhe familjen e saj, ndërsa të tjerë menduan se gjuha e përdorur ishte tepër e ashpër dhe e panevojshme. Në fund, kjo përplasje la pas një atmosferë të